Diçka po të ndodh, por nuk e ke kuptuar akoma. Jo çdo ndryshim vjen me shurmë. Ka raste kur diçka fillon të lëviz në heshtje dhe vetëm pas pak kohe fillon të kuptosh që nuk është rastësi. Një ndjesi që rikthehet, një situatë që përsëritet ose një mendim që nuk të lërehat mund të jetë më shumë se thjesht një moment kalimtar. Shpesh, ajo që duket e paqartë në fillim fillon të marrë kuptim kur ndalon dhe e sheh me vëmendje. Nuk bëhet fjalë për diçka të madhe që ndodh menjëherë, por për një proces që është në lëvizje. Nëse e analizon me qetësi dhe nuk e injoron, mund të kuptosh që diçka ka filluar të ndryshojë për ty. Akrepi. Një ndjesi që nuk të largohet lehtë mund të jetë një sinjal që kërkon vëmendje. Nuk është diçka që shfaqet pa pritur, por diçka që ka qenë aty për një kohë dhe tani po bëhet më e fortë. Një situatë që përsëritet në forma të ndryshme mund të të tregojë se ka një mesazh që nuk e ke kuptuar ende plotësisht. Në vend që ta shtysh këtë ndjesi, mund të jetë momenti ta analizosh më thellë. Një detaj që më parë e ke lënë pas dore mund të bëhet çelësi për të kuptuar çfarë po ndodh realisht. Nëse i beson instinktit dhe nuk e injoron këtë sinjal, mund të kuptosh drejtimin që po merr kjo situatë. Binjakët. Një situatë që në dukje duket e zakonshme mund të ketë më shumë peshë nga sa mendon. Një mesazh, një reagim apo një moment i vogël mund të të bëjë të reflektosh më gjatë. Nuk është diçka që të trondit menjëherë, por diçka që fillon të marrë kuptim me kalimin e kohës. Një mendim që të rikthehet disa herë mund të jetë një shenjë që duhet marrë seriozisht. Në vend që ta shpërqendrosh veten, një analizë e qetë mund të të ndihmojë të kuptosh se kjo nuk është një rastësi. Nëse i kushton vëmendje këtij momenti dhe nuk e anashkalon, mund të zbulohet diçka që nuk e kishe parë më parë. Peshorja. Një situatë që kërkon balans mund të fillojë të lëvizë në një drejtim që nuk e kishe parashikuar. Një reagim nga dikush tjetër mund të të bëjë të mendosh ndryshe për një çështje që e konsideroje të qartë. Nuk është një ndryshim i menjëhershëm, por një proces që fillon gradualisht. Një detaj që në fillim duket i vogël mund të bëhet më i rëndësishëm me kalimin e kohës. Në vend që të reagosh menjëherë, një qasje më e qetë mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë situatën. Nëse e analizon me kujdes, mund të kuptosh se diçka po ndryshon në mënyrën si e sheh këtë situatë. Peshqit. Një ndjesi e brendshme që nuk të lërehat mund të jetë një nga sinjalet më të qarta që diçka po ndodh. Nuk është diçka që mund ta shpjegosh menjëherë, por një ndjesi që të shtyn të reflektosh. Një situatë që lidhet me një person ose një plan mund të marrë një drejtim që nuk e kishe menduar. Në vend që ta injorosh këtë ndjesi, mund të jetë momenti ta dëgjosh më me kujdes. Një moment qetësie mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë çfarë po ndryshon. Nëse i beson këtij sinjali dhe nuk e shtyn për më vonë, mund të kuptosh drejtimin që po merr kjo situatë. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën ndjesi nëse mendon se kjo që po ndodh nuk është rastësi për ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.